Ekstradohet nga Anglia në Shqipëri 53 vjeçari nga Bureli Avni Metra. Ai jetonte në Angli ku prej 18 vjetësh qëndronte me pasaport false dhe mbante identitetin Abdul Mekra, lindur në Gjakov. Shqiptari Avni Metra është dënuar me 25 vjet burg nga gjykata e Tiranës. Ai akuzohet për vrasjen e 2 vëllezërve Evruz dhe Kadri Xhetani në vitin 1997 në qytetin e Burelit, për të cilat i duhet të vuajë dënimin prej 25 vitesh burg. Në seancën gjyqësore ai është treguar i vendosur për të mos u kthyer kurrë në Shqipëri, kanë shkruar mediat britanike, të cilat e kanë patur shpeshherë personazh Avni Metrën. Ai u gjurmua nga disa gazetarë në një apartament në Hertfordshire, ku jetonte prej vitesh. Metra jetoi 18 vjet në Britaninë e Madhe dhe u kap pas një hetimi të së përditshmes britanike Daily Mail. Sipas medias, shqiptari i pagoi një trafikanti 5.000 pound për të ikur në Britaninë e Madhe, pasi u dënua me 25 vjet burg në Shqipëri për 2 vrasje, edhe pse ishte në listën e më të kërkuarve nga Interpoli dhe ishte arrestuar në Londër për dhunde e bashkëshortes. Akuza që kur nuk i pranoi, nuk ishte identifikuar se ishte pikërisht personi i kërkuar për 2 vrasje në Shqipëri, pasi ishte maskuar si refugjat kosovar. Mediat angleze raportojnë se edhe gjatë bisedës me gazetarët britanik, ai asnjëherë nuk pranoi se ishte nga Shqipëria, por pohonte se ishte nga Gjakova. Metra thoshte se ishte larguar për shkak të luftës në Kosovë. Ai u aratis për në Britani në vitin 1998, duke u justifikuar se jeta e tij ishte në rrezik. Në bazë të hetimeve që bën gazetarët, ai u zbulua dhe rezultoi se fjalët e tij nuk ishin të vërteta. Would you go back to Albania on holiday? No. Why? No.